ngadalë po afrohemi edhe drejt fundit për episodën e sëntme, por duke uruar e shpresuar që përveç informimit, sa do pak edhe jeni argëtuar me këto pamje ekskluzive dhe të bukura që kishim vendosur me i servu këtu nga 5 stinët. Faleminderit shumë të gjithë mbështetësve tjerë të emisionit që bëjnë të mundur realizimin e tij. E ty shikues po të tham që epizodat në vazhdim do të jenë shumë speciale sepse do jetë një program i larmishëm kushtuar 9 vjetorit të Zoom, por që nuk do zbulojmë tani. Ajo që do zbuloj tani është se kush ka publiku projekt të ri e kush është duke punuar, vazhdimisht që për fansat e tij apo të saj të sjell materiale ekskluzive. Nga unë Albina, deri të premten tjetër, stay cool. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo hap. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Kjo javë ka qenë e larmishme sa i përket projekteve të reja. E nisi me Sonin, e cila bashkoi forcat me Bardhi e sollën shpirti digjet. Këngë kjo me tekst nga vetë Bardhi dhe Lady Odara. Frenzy ka realizuar beatin dhe muzikën, kurse videoklipu vizualizua nga regjisorja Claudia, nga Full Moon Production. Muza riktheu tajnën më të fortë se kur. Tekstin e këtij projekti ka shkruar vetë ajo. Producent është Mixej, i njëjti realizoi dhe miksimin e masterizimin e kësaj prurje të re. Amani, thon Nora Istrevi dhe Muharrem Ahmeti, dyshja bashkuan forcat për këtë projekt. Tekstin e së cilës e ka shkruar Deizo dhe Muma. Sardi Mnere bëri muzikën me Monkey Music, ana vizuele u punua nga Valona Zire. Kjo nuk është të tëra, Istrefi gjatë këtyre ditëve solli edhe 3 këngë të reja. E komplimente kanë edhe për mu, thënë se mas te e shumë jam zbukuru. E kam ditë që s'kam me mujt. Jozi dhe Mato erdhën me një projekt të ri që janë bashkangjetën dhe videoklipin. Kënga mban titullin E kam ditë. E kom ditë e një vetën, s'muj me t'harru ton jetën. Me tekst nga vetë ata, kurse për melodin u përkujdes, ish banori Bigu të Shqipërisë Marko. E kam ditë që s'kam me mujt. E kam narësisit e valit. Lorenz Hasrama erdhi me Shtrati vetmis në duet me Vanessa Sono. Në shtratin e vetmis, prapsi çdo natë të prit. Kjo e fundit është aktualisht konkurrente në Ferma Vep. Për ty jap nga ditë mia. Muzika dhe teksti kësaj këngë janë punuar nga Irkens Hyka në Unix Music, kurse Gjojo përkujdes për miksimin dhe masterizimin e kësaj balada. Ti putja e drastis. E kam di që ti këshku nuk thesh ma. Një mama mban emrin prurja më e re nga Bujar Mustafa. Një mama, o zot një mama. Tekstin e së cilës e ka shkruar Gulu, i cili bëri dhe melodin. Producent është Dart, kurse ana vizuele u realizua nga XL Films. Për ndryshe, Bujari vazhdon të ketë suksese të shumta në krah me menaxherin e njohur Labinot Nuraj. Ka kaluar kohë që Triksen nuk I kemi pas me risi, por gjatë kësaj jave ajo befasoi me këtë postim.
duke pranuar se I ka munguar ky rikthim tek fansat e muzikës së saj, që ata mezi po e presin. E tash dal për zonate dhe jam shumë rate. Tajna ka konfirmuar se albumi I saj më I ri do të plasohet në treg më datë 8 maj, duke shënuar kështu një moment të rëndësishëm në karrierën e saj. Pas një periudhe të gjatë pune dhe sukseseve të një pas njëshme, ky projekt pritet të sjellë një kapitull të ri artistik dhe dimenzion të ri. Për ndryshe, muza është kënga më re e artistës shqiptare. Një të rojëm ka isha. So,